Një hap drejt njohjes. Një hap drejt hapjes së mendjes. Biseda thellësisht përmbajtësore për arsimin, librin dhe të drejtat e njeriut. Prej fjalës së shkruar e deri tek zërat e fëmijëve. Hap është për ty që pyet, dyshon dhe që kërkon më shumë nga bota që të rrethon. Hapu të martën nga ora 12, Urban FM 103.5. Mësuesi është figura më e rëndësishme e shoqërisë, sepse ai nuk përcjell vetëm dije, por ndikon drejt për drejt në mënyrën se si formsohen mendjet, vlerat dhe qëndrimet e njeriut. Çdo profesion, çdo qytetar i përgjithshëm dhe çdo shoqëri e emancipuar, piknisje e ka një mësues të mirë. Por duke folur me ndershmëri, profesioni mësuesisë nuk mund të idealizohet pa reflektim kritik. Jo çdo mësues e ushtron këtë rol me përgjegjësi dhe integritet. Në Kosovë, për fat të keq, kemi raste kur mësuesi e sheh klasën si rutinë e jo si përgjegjësi, si orar pune e jo si mision publik. Mungesa e përgatitjes profesionale, rezistenca ndaj zhvillimeve të vazhdueshme, apo edhe indiferenca ndaj nevojave të nxënësve, prodhojnë pasoja afatgjata që nuk maten vetëm me nota apo teste, por me humbjen e besimit të fëmijëve në shkollë dhe në dije. Një mësues i papërgjithshëm nuk dëmton vetëm një gjenerat të nxënësve, por minon vetë idenë e arsimit si mjet emancipimi. Roli i mësuesit bëhet edhe më i rëndësishëm në këto kohra të zhvillimeve të jashtëzakonshme teknologjike, jo si burimi vetëm informacioni, por si udhërfyes kritik, si njeri që ndihmon nxënësin të dallojë dije nga zhurma dhe faktin nga manipulimi. Prandaj, investimi në mësuesi nuk është thjesht shpenzim buxhetor, është investim afatgjat në demokraci, në barazi dhe në dinjitet njerëzor. Dhe për të diskutuar mbi këtë temë kaq të rëndësishme për shtetin dhe shoqërinë, pranë vetes kam njeriun më kompetent, dekanin e Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës, Zotri Blerim Saqipi. Dhe kam përshëndetje, mirë se erdhe në podcast. Përshëndetje, mirë se u gjithë. Shumë kënaqësi të pas. Faleminderit për ftesë. Shumë kënaqësi të pas edhe shumë derë. E vlerësoj shumë kontributin tonë. Edhe pata qef këtë sezon të këtij podcasti me përmbyll pikërisht me juve. Po du me hap para shumë aty ku e lash në këtë hyrjen që e bëra. Konsideroj që mësimdhënësi është një figurë dhe një faktor kyç në shoqëri për sa i përket emancipimit shoqëror. Ku e kemi mësuesin sot në Kosovë? Çka e bën një mësues të mirë dhe cili është roli dhe pozita e tij sot në shoqërinë kosovare? Temë mjaft interesante dhe relevante. Natyrshëm profesioni i mësuesisë është profesioni që më së lehti edhe atakohet, sepse rezultatet e punës së mësimdhënësve janë të prekshme, gjithë shoqëria përballet dhe ndikohet në baza ditore me punën që bëjnë, me cilësinë e performancës tyre, por edhe efektet negative të rezultateve të punës së mësimdhënësve natyrisht mund të preken shumë shpejt dhe shumë qartë. Dua të theksoj faktin që e kemi për obligim që të mundohemi të ndrojmë pak diskursin e diskutimit të cilësisë së mësimdhënies në Kosovë, nëse analizojmë diskursin publik, por edhe debatin profesional të temës në 2 dekadat e fundit, dhe kemi për obligim që të mundohemi ta ngrisim vetdijen se si do duhet të trajtohet kjo problematikë. Kam përshtypjen që kemi dëgjuar shumë e dëgjojmë çdo ditë për faktin që rezultatet e mësimit, rezultatet e nxënësve janë të dobta, po i referohem edhe periudhës së 10 viteve të fundit, kur kemi edhe evidencë nga vlerësimet ndërkombëtare që mësimi në shkollë nuk është i duhur. Por që intervenimi dhe konceptimi i politikave nuk është se ka ndryshuar nëse analizojmë diskursin politik ose diskursin e politikbërjes në Kosovë, dhe këtë deshta ta filloj si një thirrje që shkoha që ndoshta edhe
ta ndrojmë qasjen e diskutimit të punës së mësimdhënësve dhe cilësisë së mësimdhënies. Theksoj nevojën për fokusin në makropolitika, që do duhet ta shohim për ta kuptuar cilësinë e mësimdhënies, do duhet ta shohim nivelin e politikbërjes në nivel makro dhe analizën e punës së mësimdhënësve në nivel mikro. Dhe do të mundohem ta shpjegoj se çfarë nënkupton ky ndryshim, cilin unë po du ta filloj këtë diskutim sot me ty. Jemi dëshmitar që politikbërja ose intervenimet në profesionin e mësuesisë kryesisht janë raportuar ose planifikuar në kuptimin e sa mësimdhënësi kemi trajnuar, dhe ato trajnime mund të jenë të ndryshme, është një temë e veçantë që do të mund të diskutohet nësi se si ndodhin dhe si përcaktohen se çfarë duhet ndodhë si zhvillim profesional i mësimdhënësve, në kuptimin e rritjes së hapësirës së nxënësve, libra ose tekste pak më ndryshe, me rastet më ideale pak më të mira se ato të kaluara, dhe vlerësimi një numri të mësimdhënësve. Do të thotë, nëse shohim diskursin e politikbërjes në profesionin e mësuesisë, e kisha përshkruar me këto koncepte kryesore. Në rast se për 2 dekada e gjysëm jemi dëshmitar që për kundërshtë shumë përpjekjeve, 2 reformave kurrikulare dhe një aktivitetit ngjeshur të zhvillimit profesional të mësimdhënësve, sa që dëgjojmë për mësimdhënësve se janë lodhur kushtemisht po e them nga trajnimet, mendoj që do duhet ta bëjmë një pyetje rreth asaj se për realitetin që kemi, a mjafton të bëjmë më shumë nga ajo që kemi bërë deri tash? Apo a mjafton të bëjmë pak më ndryshe nga ajo që kemi bërë deri tash? Dhe këto pyetje na drejtojnë në identifikimin e modelit të reformës që është plasuar në Kosovë në 2 dekadat e fundit, dhe mendoj që është koha që ta ngrisim diskutimin në këtë drejtim, që të shohim ose ndoshta problemi është më ndryshe, më i thellë dhe duhet kuptohet pak në kontekst të funksionimit të profesionit mësuesisë në sistem. Si do të mund të orientojmë politikbërjen rreth profesionit të mësuesisë? Ne kemi mjaft dhona, mjaft dëshmi, fatkeqësisht dëshmitë që prodhohen nga vlerësimet kombëtare në Kosovë nuk janë të besueshme dhe nuk kemi ndonjë proces që na mëson se çfarë do duhet ndodh ndryshe në profesionin e mësuesisë, por që ka mjaft literaturë akademike, ka edhe mjaft vlerësime ndërkombëtare, referenca të cilat Kosova është e përfshirë, që do të duhet ndoshta edhe të mësojmë për të parë se çka nuk është duke funksionuar, me që vazhdimi i kësaj qasje lineare të diskursit publik dhe politik po shihet qartë që nuk po mjafton. Janë 2 koncepte kyçe që mendoj do duhet i trajtojmë në këtë debat. E para është pragu minimal i profesionalizmit në profesionin e mësuesisë. Edhe e dyta është ideja e supozimeve që ne kemi për profesionin e mësuesisë apo për cilësinë e mësimdhënësve. Sa i përket idesë profesionalizmit minimal apo pragut minimal të profesionalizmit, ne duhet kemi parasysh se reforma kurrikulare, standardet e profesionit mësuesisë, udhëzimet për qasje ndryshe mund të lehtë të adaptohen ose të miren prej modeleve më të avancuara, por që a kemi atë kapacitetin minimal të profesionalizmit në profesion që do të jetë ndjenjë ta ripaketoj këtë reformë ose këtë ide dhe ta zbatoj ashtu si duhet brenda klasës. Me supozimet tona, mënyrën se si është zhvilluar reforma në profesionin e mësuesisë, duket se heshturazi e kem dakordu idenë që mësimdhënësit tanë e kanë kapacitetin minimal për të realizuar çfarëdo reforme që ne do të vendosim në tavolinën e tyre.
Nëse pak e analizojmë, unë kisha me ngrit dyshimin se mos kemi gabu në këto supozime. Dhe supozime që mungon që kapacitet. Kjo është ideja dhe mos ndoshta reformat kanë qenë jo realiste. Më ambicioze. Dhe kjo nuk është për të fajsum mësimdhënësit, më shumë është për të fajsum modelin e reformës që është vendosur në tavolinë, sepse fundit asnjë profesion nuk i përgatit të diplomuarit gatshëm për të procesuar çdo inovacion në sektor, qoftë mjekësia, ekonomia, juridiku, por është se si e menaxhon edhe zhvillimin e tyre gjatë karrierës. Këtu kam përshtypjen që mendoj është ai gabimi jonë në supozimet tona dhe ideja e mbështetjes së mësimdhënësve gjatë këtyre reformave natyrisht është një fushë tjetër që do duhet analizohet se si dhe sa janë mbështet mësimdhënësit në këto reforma. Tek debati në nivelit mikro për analizimin e punës së mësimdhënësve, ajo çka kem pa në këto 2 dekada të fundit, diskursi, uzimet, standardet, idetë inovative brenda kurikulave janë plasu më shumë në nivelin e përgjithshëm. Për shembull, zbatimi i teknologjisë si koncept general, jo si diçka shumë e emt për një strategji të caktuar dhe si ajo do të zbatohej në klasë për një situatë të caktuar. Mandej diferencimi i mësimit po ashtu si niveli i përgjithshëm, se me idenë që duhet kemi parasysh, po jo me qasjen që të jemi sa ma ofër mësimdhënësve. Dhe këto janë ato problemet që në një farë mënyre, kur e kemi këtë shpërputhje në mes të ambiciozitetit të reformës së synuar dhe profesionalizmit që ne prodhojmë dhe kemi aktualisht në sistem, ndodh ajo që ka ndodhur. Thotë, injorimi në mas të madhe i ideve novatore edhe i reformave që synon sistemi i arsimit. Nga ana e mësimdhënësve, e që jo domosdoshmë duhet të fajsohet drejt për drejt, sepse në çdo reform duhet të ketë një projekt specifik, që ka afate kohore, që ka resurse shtesë, që ka përkraje shtesë, por ka edhe llogaridhënie rreth asaj se si po zbatohet dhe sa po zbatohet. Kështu e kisha fillu këtë debatin që ta bëjmë një tranzicion në kuptimin e asaj se si po i perceptojmë ne këto intervenimet në profesionin e mësuesisë. Si do të mund mësonte Kosova dhe ku do duhet të bazonim atë se çfarë është e realizueshme. Besoj gjithë ata që merren me studimin e arsimit e kanë parasysh atë teorinë sociokulturore që flet për zonën e zhvillimit të mundshëm apo zonën proksimale të zhvillimit. E me fjalë të tjera, edhe pse është teori më vjetër se 100 vite, na thotë që ne do duhet shohim se çfarë është e mundshme brenda realitetit tonë. Por kjo çfarë është e mundshme nuk do të thotë që ne duhet të zvoglojmë synimet apo ambicjet, por është një fazë tranzitore drejt asaj se çfarë synon në një kontekst më afatgjatë, sepse ato që dim edhe dakordohemi gjithë është që reforma don kohë pak më shumë, ose don kohën që e kërkon, dhe çdo thjeshtësim apo çdo manipulim i këtij koncepti na sjell në situata të cilat nganjëherë kanë përshtypjen që jemi gjendë edhe ne si sistemi i arsimit. Mirë, faleminderit. Me që fillum dhe kanë të reformat, unë po du me mbet pikërisht në këtë çështje, në këtë temë. A mundemi me i përmend, për shembull, e dim që Kosova prej mas luftës ka hyrë në një proces të reformave të vazhdueshme duke pikësynu standardet më të larta ndërkombëtare, po ku jena sot realisht si shoqëri, si sistem arsimor? A e tregon testi PISA një gjendje reale sistemit arsimor krahasuar me sistemet tjera që janë pjesë e këtij vlerësimi ndërkombëtar? Natyrisht vlerësimet ndërkombëtare si PISA janë mjaft besueshme, sepse realizohen me një rigorozitet mjaft lartë shkencor. Ekziston shumë
kritik, ekzistojnë debate në vazhdimisht. nivelin ndërkombëtar lidhur me atë se vërtet a është pisa diçka drejt së cilës ne do duhet punojmë domosdo. Për gjendjen që kemi natyrisht mendoj se është një pikë synim i dur, por që do duhet ta mendojmë edhe gjendjen kur do t'i afrohemi mesatares OECD-s, e shumë shtete që këto i kanë arrit përpara, mandej e kanë pikpyetjen çfarë tash, kur nuk do të thotë që jemi të parët në për këto rangimet, por që kur arrin një mesatare, mandej si të ndihmon një vlerësim i tillë. Ne ende nuk kemi rrinë atë pikë, është mirë që të punojmë në atë drejtim, por edhe kjo është një reflektim, siç e thash, i konceptimit të reformës. Tashmë kemi dëshmi të mjaftueshme edhe nga vlerësimet ndërkombëtare se vërtet qasja e mësimdhënies në klasë don ndryshim dhe reformim radikal. Në kuptimin e asaj që nxënësi nuk mund të jetë më pranues i mësimit, pranues i informatës nga mësimdhënësi, por që do duhet fokusohemi në angazhimin e tyre në përpunimin e informacionit, në përdorimin dhe zbatimin e atij informacioni e në kushte ideale, siç e kërkon PISA, në zbatimin e tyre në jetën praktike. Përveç këtyre vlerësimeve ndërkombëtare, ka edhe shumë empiricizëm që kam përshtypjen që nuk jemi duke shfrytzuar, e të literatura akademike flet për modelet e mira. Unë po përmendi vetëm dy, se më thonë, analiza gjithëpërfshirëse të asaj se çfarë na thot shkenca. E para, ekziston një studim si meta-analizë 800 studimeve empirike, që është bërë nga hulumtuesi Heti, me titullin Mësimi i dukshëm. Dhe përmbledhja e tij tregon që çfarë kemi mësuar nga gjithë këto hulumtime empirike, se çfarë ka efekt më shumti ose ndikim në mësimin e nxënësve. Janë studime empirike, mjaft të besueshme, të realizuara me shumë rigorositet shkencor, dhe dalin disa ide që po lidhem me diskutimin tim në fillim, ku thash se do duhet kalojmë në nivelin mikro. Konkludimi i kësaj meta-analize është që ajo çfarë ka ndikim më shumti tek nxënësit është feedbacku apo komentet kthyese që mësimdhënësi i jep nxënësve përtej asaj se cila është nota ose pikë që ke marrë në detyrë, pra cilësia dhe shpeshësia e feedbackut dhe komenteve kthyese që merr nxënësi. Është qartësia e mësimdhënies. Këto dyja kanë atë efektin më të madh, qartësia e mësimdhënies, kuptimin që sa mësimdhënësi në klasë është i qartë në atë se çfarë ofron edhe si e ofron. Po ashtu në këtë kategori bën pjesë edhe elementi i pritjeve që kemi për nxënës. Mendoj është një element shumë i rëndësishëm. Këtë rast prindrit, komunitetin. Edhe mësimdhënësit, por edhe pritjet, po është shumë interesant që se kemi menduar asnjëherë se mos edhe kjo është një çështje që duhet trajtohet. Për shembull, nëse pritja është që kush mundet, aq sa mundet, por ne s'kemi rol që ta ngrisim një nivel më lart, natyrisht që ata nxënës do të mbesin aty ku i kemi gjetur. Ne kemi këtë kategorinë që ose në fund disi nxirremi me një notë kaluese, apo kaq mos progresi i nxënësve është faj ose problem më shumë i nxënësit se sa i mësimdhënësit. Secili nxënës mund përmirësohet. Edhe fundit në këtë kategorinë e këtyne strategjive ose efektit që ka në cilësinë e mësimdhënies është mikromësimdhënia. Pra sa mësimdhënësit janë gjendje që ti qasen specifikave të asaj se çfarë po ndodh tek nxënësi, çfarë po ndodh tek aktiviteti dhe me aktivitetin e mësimin që ju i keni dhënë për detyrë nxënësve. Brenda kësaj është edhe elementi i diferencimit dhe individualizimit, pra kur lidhet me të parën, s'kemi me prit situata kur mësimi i përshtatet gjithëve, s'kemi me pa, domethënë, realitetin që
ajo çka është shablon i krijuar nga mësimdhënësi do t'i përshtatet tërë klasës. Kam përshtypjen që ekziston një përparim tek ne lidhur me individualizimin, inkluzionin, gjithëpërfshirjen, por që është mjaft larg falë edhe mungesës së kushteve dhe përgatitjes së duhur të mësimdhënësve që të kemi një realitet kur këto kategoritë ekstreme, kisha me thonë, të nxënësve në sistem do të parafrohen. Nxënësit që kanë vështirësi më të mëdha edhe nxënësit që kanë arritje më të mira, do të thotë do të jetë një dallim i madh. Kjo e bën shoqërinë e shëndosh. Edhe nëse analizojmë edhe këto vlerësime ndërkombëtare, sistemet që janë më të mira janë ato që nuk kanë kësi dallime të mëdha. Për shembull, modelet skandinave është karakteristike e tyre që si janë nxënës në një fshat larg të Dragashit apo Kamenicës, si në qendër të Prishtinës, ajo çfarë merr prej shkollës është parafërsisht e njëjtë. Me ju kthy pyetjes tënde, pak devijim, po para se t'i kthehem, përveç perceptimit ngusht, po jap edhe një element këtyne referencave, dhe këto po jap vetëm si shembull se si do duhej ne të angazhohemi me njohuritë që ekzistojnë, qoftë në nivel vendit apo edhe në nivel ndërkombëtar. Është edhe një studim tjetër që studion si janë avancu shkollat e mira ose sistemet e mira shkollore që kanë shënuar në këto vlerësime ndërkombëtare progres të vazhdueshëm në dekadën e fundit. Raporti quhet McKinsey Report, që studion diku 20 sisteme të arsimit në tradita të ndryshme arsimore për të pa çfarë ka ndodhur në aspektin e politikbërjes në nivel të shkollës dhe nëse kjo mund t'i atribuohet rezultateve të mira të nxënësve ose përparimit të nxënësve në ato sisteme të arsimit. Ajo çfarë me përmbledh shumë shkurt mund të marrim prej kësaj është që shihet një tranzicion nëpër faza. Do të thonë nëse një sistem me performancë të ulët i ka disa elemente bazike, nuk mund të adoptoj ose të zbatoj politika shumë ambicioze që ne mund të mësojmë prej atyne sistemeve që kanë rezultate të mëdha. Me fjalë tjera, ekzistojnë disa faza në për cilët du të kalosh. Që po mendoj është një gabim tjetër konceptual në menaxhimin ose plasimin e reformës arsimore në Kosovë, me idenë e modernizimit, me idenë e marrjes hapit në krahas trendeve, modeleve të mira, dhe në emër të kësaj do të thotë vim në atë situatë ku prap kemi një shpërputhje në mes asaj se çfarë është e mundshme dhe çfarë realizohet. Ky ulëmtim tregon që për të arrit në fazën e dëshirueshme do duhet kalohet prej menaxhimit më të kontrolluar të profesionit mësuesisë deri tek qasja ku shkolla bëhet njësi e zhvillimit. Do të thonë në një farforme ai kapërcimi i madh nuk mundet me ndodh. Nuk mundet. Edhe kjo është çfarë mund edhe pa i fajsuar mësimdhënë çka mund të sjellë në një situatë që ndihen të papërkrahur edhe kjo frika nga e panjohura natyrisht si qenie njerëzore natyrisht mund të ketë edhe efekt psikologjik e që shpesh shkakton nëse jo rezistencë po ku ignorim të reformës. A ka ndodhur dhe kam paka shumë që kjo situatë edhe me kurrikulin e re në Kosovë. E di që shumë shpesh e kom dëgjuar një prej sfidave më të mëdha ka qenë edhe fakti që e thatë ju që mbështetja e mësimdhënësit gjatë proceseve reformuese ka qenë shumë e pak, diku 5 ditë nëse s'ka bëj ka zgjatë trajnimi për kurrikulin e re, ndërkohë kemi pas një kapërcim konceptual brenda kurrikulës. Mendoj që kjo analizë mund zbatohet pikërisht në reformën kurrikulare, që në fakt ka qenë një hap i mirë nëse e shohim për orientimin ton drejt transformimit të mësimdhënies të orientuar më shumë në kompetenca, në zbatimin e shkasive, sepse ne kemi trashëguar, do të thotë ne duhet të kemi parasysh kemi trashëguar një sistem shkollor që vlera në mësimdhënie ka qenë transmetimi i njohurisë. Po, thotë kemi shkuar në shkollë me mësu prej mësuesit. Kemi shku informata, burimi vetëm informatës ka qenë ato çfarë na e thotë mësimdhënësit. Po kemi mrinë në situatën kur gjithçka është avancu, kemi qasë që
në tekstet ndryshme, në informata ndryshme, mos flasim tash për këto mundësitë edhe më inovative si inteligjenca artificiale apo burime tjera elektronike. Dhe si ide është mendu që t'jetë e dur, ajo që në fakt ka ndodhur, mendoj që edhe këtu kem pas një keq konceptim të asaj se çfarë është e mundshme, sepse kem kalu për një reforme kurikulare që ka të pas një orientim të objektivave përmbajtje sadopak. Para asaj faze duhet kemi parasysh që sistemi i arsimit në Kosovë ka funksionuar në kushte jashtëzakonisht vështira. Nëse marrim periudhën e viteve të 90-ta, ku më shumë ka qenë çështje mbijetesa se sa zhvillimi i cilësisë. Dhe në një periudhë prej 10 viteve ne kalum në një reformë mjaft sofistikuar që pak a shumë është model edhe i bazuar në kompetencat e Bashkimit Evropian, që konceptualisht është në rregull dhe është vendim i duhur. Dhe po ashtu fillimisht reforma ka synuar që të ketë më shumë autonomi tek mësimdhënësit, tek shkollat. Ajo çfarë ndodhi në proces, që sot është vështirë të lexohet dhe është vështirë dihet se çfarë dhe si ka ndodhur këto ndryshime, është që u kthym përsëri pak a shumë në çështjen e vjetër ku mësimdhënësit do duhet t'i ofrohet një kurikule gatshme dhe detyra e tij është që atë kurikul ose atë plan program për ditë të caktuar do duhet të shkojë në klasë dhe ta zbatojë. Ajo autonomia e munguar. Arsyeshmëria, aq sa kemi dëgjuar, po është se mësimdhënësit janë të gatshëm që në bazë të një kornize të krijojnë kurikula vet, por që mendoj nuk është dashur të dorëzohemi në këtë agjendë, është dashur vetëm ta përkrahim agjendën me resurse, sepse nuk mendoj që ne nuk e kemi mësimdhënësin tonë intelektual të duhur që nuk do të ishte në gjendje që të zhvillohet ose të mësojë. Dhe kjo do duhet menaxhohej pak a shumë me ma shumë resurse dhe me ma shumë përpjekje në menaxhimin e reformës. Për këtë arsye sugjerohet që nganjëherë mos ta mbingarkojmë sistemin me shumë ide, por që ta kemi atë çështjen e prioritizimit, çfarë është ajo ku duhet të fokusohemi. Ne në një anë kemi reformën kurikulare, në anën tjetër një sistem mjaft ambicioz të menaxhimit profesionit që do duhet ta diskutojmë ndoshta edhe ndaras. Dhe ajo çfarë ndodhi është se mësimdhënësit me të drejtë thatë edhe ju patën një prikarje minimale, një qasje në një trajnim 5 ditor, e që edhe për ndonjë reformë më të thjeshtë mendoj që nuk do të ishte mjaftueshme. Nuk jam i thari trajnimeve klasike, por që zhvillimeve brenda shkollës, ku mësimdhënësit kanë mundësinë të organizohen, të ulen bashkë në udhëheqjen e menaxhmentit të shkollës, të reflektojnë rreth përvojave që kanë, të identifikojnë praktikat e mira, të ndajnë ato praktika dhe natyrisht kanë qasje më shumë në resurse shkollore. Aktualisht ne shkollën e kemi në gjendje të tillë që mësimdhënësi nuk i ka kushtet që të krijojë një material shumë të thjeshtë, qoftë nëse është në letër, e mos flasim për krijimin e materialeve elektronike që sot. Por që kjo nuk arsyeton cilësinë e mësimdhënies që kem. Ajo çka i referohemi përsëri studimit meta-analizës Hattit, konkludimi i tij është që dikur 30 deri në 50% e asaj se sa mëson nxënësi është rezultati drejt për drejt i mënyrës se si sillet dhe sa angazhohet mësimdhënësi, që është mjaft. Do të thotë nëse kur i kemi rezultate të dobta siç i kemi në këto krahasimet ndërkombëtare, natyrisht edhe ai 30-50% që po shihet që nuk po e lun efektin ose nuk po jep efektin e dur. Por që mungon informate besueshme në sistem, mungon njohuri drejt për drejt për klasës se çfarë është duke ndodhur me këtë reformë kurikulare. Spaku nga raporte, analiza, punime empirike, shkencore, do të thotë ke shumë vështirë të informohesh vërtet se sa kemi mund me zhvillu atë zonën e zhvillimit mundshëm, si me thonë, kemi bëni hap tutje drejt asaj se si po mësojnë nxënësit. Natyrisht nuk do të prisnim ndryshime të shpejta.
por që është shumë e rëndësishme të kemi komoditetin dhe të kemi besimin që jemi në rrugë të mirë. E për momentin kjo është një konfuzion më shumë se sa një orientim drejt rrugës tutje. Dhe e thatë që duke ju referu studimeve 30-40% e asaj që nxënësi mëson brenda klasës është si rrjedhoje mësimdhënies edhe mësimdhënësit. Po çka për pjesën tjetër? Kujt kalon përgjegjësia për që 50-60% tjetër? Po, është, domethënë, secili kemi një pjesë të natyrisht ne si institucione që përgatisim mësimdhënëse kemi atë pjesën tonë të asaj 30-50%. Mi po pjesa tjetër është mendoj përveç prindve që është një faktor mendoj që ston shumë edhe diskutim që është i ditur i njohur pse është i rëndësishëm. Kemi edhe elementet e sistemit, më thonë, mësimdhënësi nuk funksionon i shkputur prej nën sistemeve tjera ose variablave tjera në sistem. Ato më kryesore që unë i kisha theksu përveç disa gjërave bazike si resurset që i përmendëm e që janë të mangta, si zhvillimi profesional cilësor, që jemi një shembull. Mendoj që kemi mjaft kontradikta në sistemin ton arsimor. Një prej tyre është që e obligojmë zhvillimin profesional, e në anën tjetër, si mësimdhënës nuk e kemi të qartë se ku do ta marrim atë zhvillim profesional. E ofrojmë reformën, në anën tjetër nuk e japim të drejtën mësimdhënësit që të vendosë se çfarë i duhet si përkraje ose si trajnim për ta realizuar atë reformë, e përcakton dikush tjetër. Kemi edhe kontradikta të tjera, por që lidhet edhe me një prej faktorëve, tashti brenda këtij 30-40% ka edhe elemente të tjera. Një prej tyre është statusi i mësimdhënësit në shoqëri. Okay. E statusi lidhet jo vetëm me gradat e me rangimet e me pagesat, lidhet edhe me cilësinë edhe karakteristikat e atyre që e zgjedhin profesionin e mësuesisë. Pra, nxënësit që vinë në mësuesi, a e kanë atë motivimin, pasionin për profesionin, apo thjesht ka faktor tjerë që e zgjedhin. Ne jemi mundu t'i përcjellim sadopak edhe në fakultet, këto trendet se për të parë se çka mund t'i ndihmojmë edhe qeverisë që të merr masat e dura, po ndodhin shumë ndryshime dhe ajo çka besoj që dakordohemi ndoshta si komunitet arsimor është që ky status i mësimdhënësve nuk është në një shkallë të mirë, nuk ka qenë më mirë në vitet e 90-ta kur detyra e mësimdhënësit ka qenë një detyrë patriotike, ta mbajmë gjallë shoqërinë. Sot është më shumë karakteristike që mësimdhënësit motivohen nga motivues të jashtëm, do të thonë ekziston një motivim ekstrinzik në profesionin e mësuesisë. Këto natyrisht janë prej asaj që unë kom kuptu sistemin e arsimit sa janë përballë me to. Ka përjashtime, edhe këto përjashtime nuk janë individ, janë mjaft, por nuk janë shumica, kisha me thonë, kur mësimdhënësit janë mësimdhënës për shkak që është zgjedhja e tyre e parë, edhe kanë pasion punën me nxënës edhe punojnë në arsim sepse dojnë ndryshim të shoqërisë edhe avancim të shtetit edhe të shoqërisë. Çto po nuk dal pak dekan. Nështë pyetje kështu dileme mosme është kjo. Çka është mësuesia? A mundemi me karakterizu si tash e di që krejt elementet nga pak, po çka mas shumët? A është ky misioni, që ky pasioni që e karakterizon? A është profesion, a është zanat, çka e përfaqëson ose çush mundem me përmbledh kështu mësuesinë dhe mësimdhënien? Po kisha përdorur një term si identiteti profesional i mësimdhënësve, që i ka dy elemente. Është ana e identitetit personal, edhe ana profesionale e identitetit të mësimdhënësve. Personale për natyrën e njeriu. Motivimi tyne, përkushtimi ndaj profesionit, të më thonë nëse vërtet je person entuziast për inovacione, për ndryshime, këto janë karakteristikat cilat ne për shembull si institucion që përgatisim mësimdhënës i kemi jashtë kontrollit
deri në një mos. Motivimi edhe mund të rritet, mund të shtohet, kur e thash, e kemi kryesisht, thash, ka përjashtime edhe shumë, të orientuar nga motivues të jashtëm, që janë sistemi avancimit në karrierë, rritja e pagës, oraret e shkurta. Në disa raste kemi edhe situata kur është profesion me ma pak ngarkesa edhe gjatë verës. Dhe këto janë mirë që ekziston një modalitet i motivimit tyne, por në anën tjetër nëse këto nuk shpihen në një motivim të brendshëm, mendoj që nuk mund të presim shumë. Dhe ana profesionale, që është pjesërisht ose kryesisht edhe roli jonë si fakultetit që përgatisim mësimdhënës, është sa dhe si përgatisim mësimdhënësit për profesionin, atë anën e zanatit, anën teknikit të zotrimit të kompetencave për një mësimdhënës të mirë. Dhe kjo natyrisht është një diskutim i veçantë që i ka po ashtu edhe ato elementet e veta, por që rëndësi edhe këtu ka shumë kush janë nxënësit që po e mësojnë profesionin e mësuesisë? Kush janë që ta nxënës? Fatkeqësisht një reformë të jashtëzakonshme për mendimin tim. Edhe unë e them nga një herë që pak institucione ka njerëz në krye kështu të duhur, njëri prej tyre të paktën prej perspektivës time jeni ju. Edhe e di që e keni bërë shumë reforma brenda fakultetit të edukimit, një prej tyre ka qenë edhe rritja e kritereve për studentët e ri për mu pranu në fakultetin e edukimit. Po kjo ka sjellë edhe sfida. Ç'është situata sot brenda fakultetit? Çfarë nxënës po aplikojnë edhe apo presim mësimdhënës të ardhshëm që janë që ata mësimdhënësit ideal që i keni në mendjen e juaj? Mendoj që ka shumë faktorë dhe arsye që duhet na bëjnë optimist që mësimdhënësit e këtyne viteve, por edhe ata të viteve të ardhshme janë më të mirë se sa ata që janë shkolluar menjëherë pas luftës, kur pranimet në universitet kanë qenë të pakontrolluara, ku pranimet në universitet kanë qenë në masë të madhe. Do të thotë, ne kem pas situata kur një grup i studentëve në ligjërata deri në një periudhë para 10 viteve ka qenë me 200 veta në një sallë. Për profesionin e mësuesisë mund ta dim se çfarë kjo nënkupton, sidomos për aspektin e zhvillimit shkallësive praktike. Por që janë edhe disa indikacione që ne jemi tu i pa në profesione, që mendoj do duhet jenë alarm për Ministrinë e Arsimit. Kjo është që ka shumë ma pak të interesuar me ardhë në profesionin e mësuesisë, dhe kjo vret sidomos në 3 vitet e fundit. Dhe e dyta është, po ashtu nuk i kemi më të gjithë nxënësit e shkëlqyshëm që vinë në profesion aktualisht, sidomos në këto 2-3 vitet e fundit. 2 vite andej ka qenë gjendja që 90% nga në disa raste edhe 100% të nxënësve kanë qenë të shkëlqyshëm në shkollimin e tyre para prak. Kjo nuk po ndodh aktualisht. Janë disa faktorë tjerë, natyrisht mundësitë sot janë më të ndryshme, edhe për lëvizje jashtë vendit, edhe për profesionet cilat janë më të kërkuara në treg, por që edhe këtu kemi një kontradikt në sistemin tonë. Në njërën anë kemi të prisë në sistemin, në fuqinë punëtore në shkollë, flitet për diku 2000 dhe 3000 mësimdhënës të prisë. Në anën tjetër jemi të shku drejt një krize me kuadro të reja. Këto është mirë t'i paraprim pak para se të vim në situata krize, sepse dim gjithandej bota është përballë me mungesë të mësimdhënësve. Mandej e kem problem me fol për ambiciozitet reformës kur nuk jemi në gjendje të sigurojmë edhe minimumin e mësimdhënësve me një kualifikim minimal për të ty në punë. Reforma jonë e përgatitjes mësimdhënësve karakterizohet në Kosovë me ngritjen e standardeve të kualifikimit. Kem kalu në 2 dekada e gjysmë, kem kalu prej kualifikimit 2 vjeçar, që ka qenë shkolla e lartë pedagogjike, në një sistem të kualifikimit bachelor, 3 dhe 4 vite shkollim. Dhe mandej kem hyrë në kërkesën që mësimdhënësit lëndor të kenë minimum kualifikimin master.
E që një farë mënyre ka pos edhe një logjik në situatën kur ka shumë të interesuar, sepse profesioni i mësuesisë deri para 7-8 viteve ka qenë profesioni më kërkuar brenda Universitetit Prishtinës. Atëherë ka pas logjik edhe ndoshta të ngritet standardi, sepse ideja është që më shumë shkollim, cilësi më e mirë. Ne fillum me bo një testim ndryshe, edhe i futëm edhe elementet e testimit të logjikës, edhe të inteligjencës së mësimdhënësve, për të mundu që të shkojmë përtej testimit tonës akademike, se tradicionalisht testimi ka qenë gjua dhe matematika, ose përmbajtja për profesioni për cilën je drejtu, por që mundum të abon përzgjedhjen edhe përmes këtyre elementeve, nëse ekziston një shkasi analitike, nëse logjika aty në është më zhvilluar dhe në bazë kësaj ta bëjmë diferencimin e më të mirëve. Do t'ishte mirë që ky elementi i statusit të profesionit të trajtohet, sepse kjo shkon përtej ndikimit tonë si institucion që përgatisim mësimdhënës. Dhe në Kosovë një element i rëndësishëm është edhe sistemi i pagave, që natyrisht duket mos jeta i duri ose s'paku jo ai që pritet nga mësimdhënësit. Me thëmë paga shumë që të janë edhe si pas juve faktor që e kanë ullë numrin e aplikantëve në fakultet, krahas edhe ngritjes standardeve që e mbo. Po, më shumë kisha me thonë që faktor është mundësia për punësim në sektor tjerë, kur flitet që kemi të prisë mësimdhënësve, natyrisht që një i ri sot do të zgjidhë diçka që sjellë punësim më të shpejt, por edhe që sjellë pak më të mirë. Dhe kjo mendoj është edhe legjitime, sado që mund të na duket neve që nuk është vetëm elementi i pagës, ai përcaktuesi për profesionin tonë, është edhe natyrshme që të pritet që njerëz të përzgjedhin profesionin edhe në bazë kësaj, por që zvoglimi i nxënësve dhe zvoglimi i nevojës për mësimdhënës, por në anën tjetër neve po jena shpije, siç e thash, drejt një krize në profesion. Me ju kthy çështjet cilët janë këto faktorë tjerë përtej 30-40%, një faktor tjetër është përveç statusit të mësimdhënësit në shoqëri, në sistem, është edhe menaxhimi i profesionit. Thotë, çfarëdo që krijon si institucion që përgatit, kjo përgatitje fillestare nuk do të mjaftoj për dinamizmin e profesionit, për kompleksitetin e punës me fëmijë, edhe pa parashikueshmërinë e asaj se me çfarë do të mund përballet një mësimdhënës brenda klasës. Dhe kjo është e rëndësishme që ne do ta shohim përgatitjen e mësimdhënësve si një vazhdimsi përtej fakultetit. E kemi hyrjen në kush po na vije, do të thotë, në profesion, edhe përgatitjen fillestare, cilësinë e përgatitjes fillestare, që siç e thash, asnjëherë do të jetë mjaftueshme për krejt karrierën, sepse përballemi me ndryshime të hofshme, të shpejta. Mandej kemi fazën e hyrjes në profesion. Po e lo anash punësimin, sepse është një temë me stër diskutuar në Kosovë për besueshmërinë ose politizimin që ndodh në këtë nivel. Por po flas për një fazë të munguar, që është faza e hyrjes në profesion. Se si mësimdhënësi do të orientohet në vitin e parë të punës, si do të përkrahet, si do të mentorohet, dhe si do të bëhet të qartë pritja se për të qenë mësimdhënës në këtë shkollë, ky është standardi. Kur folëm për pritjet ndaj nxënësve, mendoj që njëjtë është edhe elementi i pritjes ndaj mësimdhënësve. Çfarë kultura kolektive e shkollës dhe të tjera. Dhe mandej është përtej fazës hyrëse është menaxhimi i karrierës së mësimdhënësve, do të thotë se sa mësimdhënësit përkrahen, po e vendosit parën për kraje, sepse sigur jemi të prirur gjithmonë vetëm të flasim për mbikëqyrje, kontroll, llogaridhënie, po sa mësimdhënësit e kanë atë përkrajen, do thotë me resurse, me mundësi për zhvillim profesional të asaj natyre që atyre ju duhet, që ata përcaktojnë se çfarë na duhet për të përmirësuar praktikën tonë, dhe çfarë ndodh brenda shkollës. Me organizimin aktual, menaxhimi performancës ose menaxhimi profesionit është i përqendruar në nivel qendror.
Këtu sigurisht ka shumë spajtime prej njerëzve që merren me arsim, dikush flet që sistemi është i decentralizuar, por që menaxhimi profesionit nuk është duke u bë prej shkollës. Që mendoj është një prej mangësive. Sado që drejtorët e kanë përgjegjësinë e mbikëqyrjes së punës së tyre, por kur si sistem vendosim atë çfarë është me rëndësi për të ardhmen e tyre, e vendosim në nivel qendror, kjo është licencimi i mësimdhënësve. Natyrisht që gjithë orientimi, fokusi është që të përgjigjemi ndaj atyre kërkesave që kanë një ndikim në marrëdhënien tonë punës, ose në ngritjen në karrierë që eventualisht do duhet të rritej do të duhet shoqërohej me ngritje të pagës. Kosova është një shembull shumë karakteristik i organizimit të arsimit, të thotë të kemi kompetenca të shpërndara gjithandej, por që në nivel të shkollës ka thuajese pak ose as pak prej atyre që janë me rëndësi. Me rëndësi janë resurset, punësimi i mësimdhënësve edhe mundësia për t'i hjek ose për t'i përjashtu prej punës, për t'i vendos kushte për përmirësim performancës. Janë resurset që në një masë është si një gjysmë decentralizim, dhe janë vendimet rreth kurikulës. Thotë kur shkolla angazhohet në bashkë me mësimdhënësit në përpunimin edhe krijimin e asaj çfarë na kërkon politika kurikulare, që të përcaktojmë për nxënësit e kësaj shkolle çfarë ne do duhet bëjmë për këto kompetenca dhe si do duhet ta organizojmë edhe në hapësirë edhe në natyrë të punës me nxënës. Bëhet lidhja e mësimdhënësve dhe shkollës me atë reformë. Përndryshe ajo çfarë ka ndodhur, mendoj që është një model për me shpjegu pak me një shembull më thjesht, sikur këto manualet e krijimit figurave të ndryshme që na vinë me një udhëzues se si duhet i bëjmë pjesë bashkë, dhe ne një farë mënyre e shndrojmë si një robotizëm. Kjo është ora mësimore edhe ti do të shkosh në klasë, kjo është teksti edhe do ta zbatosh këtë. Po nuk lejohet, kjo nuk ndalohet natyrisht, por që do duhet shumë përkushtim edhe entuziazëm profesion që mësimdhënësit atë i kaloj kurikulën. Ajo çka ne do duhet synojmë, nuk do duhet synojmë një mësimdhënës që e zbaton këtë kurikulën tani, po një mësimdhënës që zbaton çdo kurikull. Dhe një mësimdhënës që proceson çdo inovacion që mund të vijë, qoftë përmes kurikulës apo edhe prej asaj se çka na shohin se po bëhet mësimi. Kena mësimdhënës të tillë në sistem dekan? Po, ka rasti me taku. Ka rasti me taku mësimdhënës individual, por që ajo çka është e qartë është që nuk e kemi një sistem të performancës ose të menaxhimit profesionit që sidhet rreth këtyre nismave. Që në një mënyrë atë kategorinë që është shumë më afër për të kaluar në këtë kategorinë e entuziastëve, do të mund të ndihmojmë që ta bëjnë atë tranzicion. E sipas juve, si rregullohet ky sistemi i performancës dekan? Flitet shumë për rritjen e pagave sipas vlerësimit të performancës. Në anën tjetër kemi vlerësimin vullnetar për licencë të avancuar, ku të paktën sipas dhanave që i ka publikuar Ministria, ka qenë një numër i vogël që është përfshi, edhe shumë më i vogël i atyre që e kanë kaluar këtë vlerësim. Po ashtu për paga, kur po flasim, është kjo dilema që paga është e ulët natyrisht, po qysh mundet me u rregullu që me reflektu mandej edhe në llogaridhënie, po edhe në performancë më të mirë. A ka ai çështje edhe prej studimeve, po kështu edhe prej perspektivës tuaj që është dashur të apliku prej kur do të jetë koha e duhur për ta mendu këtë politikën e licencimit, këto e kam vështirë me thonë, por që është e nevojshme, mendoj që është e nevojshme, sepse një kontradikt tjetër në sistem është ideja që mendojmë një politikë të licencimit, testimit, vlerësimit mësimdhënësve, por që resurset që i kemi në dispozicion na japin një indikacion që kjo do të mund bëhet për 10-15 vitet e ardhshme. Tash, nëse ne presim që një mësimdhënës presionin e vetëm që e ka për ndryshim, ta ketë atëherë kur do të përballet me sistemin e licencimit ose licencimit, mendoj që kjo nuk mjafton, edhe përkundrazi kam përshtypjen që po krijon një farë
situate ku po injorohet gjithçka tjetër dhe kjo është ajo çfarë është me rëndësi. Nuk mendoj që është koha që ne ti hjekim në tërësi këto mekanizmat e llogaridhënies edhe prej nivelit qendror, por që nuk ka shumë mekanizma në nivel të shkollës. Ku drejtorat e kanë resurset jo vetëm për t'i vlerësu, sepse ata mund t'a bëjnë si pjesë e punës së përditshme, por që vlerësimi i tyre nuk është diçka që automatikisht lidhet edhe me vazhdimin e kontratës së tyre ose dhe avancimit dhe si i tillë devalvohet. Do të thonë rekomandimi juaj është që kjo me pas një pasojë brenda shkollës. Do të ishte fuqizimi i shkollës dhe për këtë ka referenca pakufishme në sistemet, një për ty është edhe ky raporti McKinsey që tregon që zhvillimet brenda shkollës, ku mësimdhënësit e ka edhe politika ndryshme referencë nga OECD-ja, që thotë që sa më shumë vendimarrje rreth punës së përditshme që bën mësimdhënësit që lejohet në nivel të drejtorit të shkollës, aq më shumë do të kemi mundësi për llogaridhënie, sepse ke parasysh edhe po të ishte një ministri e madhe e arsimit, po flasin për 22.000 mësimdhënës. E drejtoritë komunale kanë numër mjaft kufizuar, do të thotë kanë 3-4 e këtu kemi ande një përzierje të kompetencash. Në një anë drejtoria komunale është punëdhënësi, në anën tjetër vendimi për licencë merret nga niveli qendror. E drejtorat pak a shumë e kryen atë punën e vet të monitorimit, observimit në klasë, por që mbetet në baza të asaj se sa dhe si mund t'i reflektojmë. Tashti në një nivel të përgjegjshmërisë së lartë profesionale, ku do të kemi mësimdhënësi shumë përkushtuar, ata do të angazhoheshin pak më shumë në. Por që nëse kem kriju një kulturë që është më shumë e orientuar, si që thash, nga motivuesit e jashtëm ose ekstrinsik, edhe ende e pranojmë atë, se më thonë, presionin që do duhet vije nga hierarkia më lartë, atë ne nuk mund ta injorojmë, edhe nuk mund të kalojmë shpejt edhe në një liberalizim të tërësishëm, por që duhet gjenden mekanizma se si shkolla do duhet pak më shumë të fuqizohet. A ka një iniciativë të tillë? Jo, nuk ka, edhe dhe kanë kjo situatë që flasim vazhdimisht për evidenca shkencore, për dhëna, për raporte, hulumtime, kërkime shkencore që kanë, si më thonë, ose janë praktikuar dhe në shtetet që ne i marrim si model. Në anën tjetër, politika në Kosovë është pothuajse tërësisht indiferente ndaj këtyre situatave. Pse është që kjo kemi në një farë 3 strategjitë apatie? e kalume i kemi intervenimet e njëjta. Edhe unë e kuptoj që ligjet nuk ndrohen në baza të shpejta dhe ndoshta nuk do duhet ndrohen, por që ky organizim i sistemit të ndarjes përgjegjësive e di që është arsyetuar me idenë e shoqërisë në tranzicion edhe do duhet kemi kontroll edhe llogaridhënie më shumë në profesionin e mësuesisë, por që kjo llogaridhënie nuk po ndodh. Do thotë prej vitit 2010 jemi dëshmitar të një sistemi të licencimit që ende nuk e ka prej klasën. Do thonë kjo e fundit që ishte për një numër mjaft të vogël të mësimdhënësve. Po, diku pas të 4 persona janë përfshirë. Pyetja është prej nga vije presioni në presioni po e quaj ndoshta me term pak pozitiv, prej nga do të vije kjo kërkesa që mësimdhënësi më përballë ne do duhet performojmë më mirë. Se kjo vije pjesërisht prej motivimit, pasionit që ata mund ta kenë për profesionin, por që nuk mendoj që kemi ardhur në situatë ku do të mund t'ja besojmë tërësisht këtij motivimit të brendshëm, i cili mendoj nuk po ekziston në masë të madhe, për arsye të shumta duke përfshirë edhe mënyrën se si është menaxhu profesioni ose si është përkrah profesioni i mësuesisë. Dhe si do të vijmë deri te kjo gjendje ku do duhet të ndryshojë, ne do duhet ta ngrisim zonin, edhe unë po e bëj edhe si thirrje që është koha që të mendohet se si do duhet kalojmë tek fuqizimi i shkollës. Një gjë që është e qartë që nuk do duhet ta injorojmë është pse don drejtori i shkollës dhe këshilli drejtuesi i shkollës ma pak shkollën edhe ata fëmijë atë shkollë se sa një drejtor komunal i arsimit ose një ministri e arsimit. Unë mendoj që është e kundërta. Po. Sepse komuniteti janë më afër, janë fëmijët fundit të komunitetit dhe i shohin zhvillimet, i shohin. Kështu që kur mësimdhënësi, drejtori nuk e ka mundësinë e punësimit, që është një prej mangësive mendoj,
ose një rol më të madh në shkollat a ketë në punësimin e mësimdhënësve. Nuk e ka mundësinë e përkrajes, pra nuk e ka mundësinë as financiare, po as si përgjegjësi për organizimin e zhvillimit profesional, ashtu siç ata e shohin brenda shkollës për sfidat që dalin në baza të vazhdueshme, dhe nuk e ka mundësinë edhe marrjes së masave për performancë jo të mirë. Kjo shndron shkollën në një shkollë që është pjesë e zhveshur prej kompetencave që do duhet i ketë e që ne i shohim si modele të mira. Nga do që shkon, unë nuk di ndonjë sistem të mirë të arsimit që është shumë i centralizuar, do të thotë tërësisht i centralizuar. Mund të ketë ndoshta shtete të vogla si Singapuri, por këto shtete që ne i marrim si model edhe gjithë njohuria që ekziston në shkencën e edukimit na drejton drejt qasjes që ne do duhet ta fuqizojmë rolin e shkollës. Do të thotë, kjo natyrisht vije edhe me përgjegjësinë që do duhet krijojmë drejtor pak më profesional. E që mund të jetë edhe një prej arsyeve të atyre që i bëjnë politikat, sepse nuk po arrim në pikën ta decentralizojmë dhe ta japim një kompetencë më të madhe në nivel të shkollës. Por që nuk është pjesë e diskutimit, nuk është pjesë e strategjisë arsimit, nuk është pjesë e debatit, po kun ato që ne që merremi me arsim jemi të përfshirë, e që uroj shpejt që t'jetë në tavolinë diskutimi se do të mund të riorganizojë sistemin ndryshe, sepse nëse për 2 vite e gjysmë përpjekje për me u kthy në pikën fillestare të makropolitikës, e shohim që nuk jemi tu pa indikacione të qarta që përparimi është i kënaqshëm. Mendoj që do duhet ta mendojmë edhe strategjinë e intervenimit edhe strategjinë e reformës. Është kur reforma nuk shoqërohet me punë analitike, me dokumentim të asaj se çfarë po ndodh, si po ndihen pjesëtarët e reformës këtu, edhe nxënësit edhe mësimdhënësit, krijohet kjo farhamendja edhe frika se a jemi të punu ma mirë. Tashti nuk i marr këto testet ndërkombëtare sepse këto në periudha fatshkurt edhe nuk mund na tregojnë befasina të mëdha, por që brenda për brenda, do të thotë ne do ende kemi të paqartë nëse sot nxënësi mëson ma mirë se sa para 10 viteve kur ka qenë kurrikula e vjetër. Sepse nuk i si ta besosh. Unë e di që ato çka e shohim është që ekziston një vedije pak ndryshe tek mësimdhënësit që mësimi do duhet përgatitet ndryshe, por që kjo lidhet edhe me mundësinë sa i kemi ndihmu me zotruat kompetencë. Sepse kur ne nuk dim se si të sidhemi me këtë tren, ato çfarë bojmë është sidhemi ashtu si dim. E ajo si dim është mënyra vjetër e punës që nga njëherë është e të kaluar. Në kanë sa jemi të kërkime shkencore, hulumtime të kështu me radhë, një prej arritjeve më të mëdha tash së fundmi e fakultetit të edukimit është edhe antarësimi, puna që e ka bëu fakulteti për me antarësu Kosovën si antar kandidat në rrjetin më të madh të Evropës për hulumtime shkencore të shoqatave hulumtuese në arsim era. Përgëzime së pari për punën e palashme, e di që sa shumë punë ke bëu dhe sa sfida ke pasur në proces. Po çka pritet tash kjo me sjell në si më thonë në fushën e arsimit në Kosovë, a presim natyrisht përveç hapësirës tre që po krijohet për hulumtuesit shkencor, çka mundi me prit kështu prej kësaj lëvizje që e keni bëu ju si fakultet, po për Kosovën të nësi? Kjo ishte një prej për me kuptu të gjitha ata që po na shohin. ERA është Asociacioni Evropian i Hulumtimit Arsimor, që është një organizëm në nivel Evrope që i të bën organizatat, shoqatat që merren me hulumtime arsimore. Dhe si organizim të më të madhin ka konferencën vjetore, ku hulumtuesit e këtyre shteteve të bohen për prezentimet e punës që ndodhen në nivel të shteteve, por edhe për punën hulumtuese që bëjnë universitetet.
është qasje në një rjet më të madh evropian. Gjithë këta studius që ne i marrim për bazë, i lexojmë, janë pjesëmarrës të këtyre aktiviteteve. Konferenca vjetore mbahet çdo vit në një vend tjetër të Evropës dhe të bën mbi 3000 studius ku prezantohen ulëmtime dhe ofron po ashtu rrjete të ndryshme, 34 rrjete në shoqat me tematika të caktuara. Dhe qasja jonë në këto rrjete na ofron një mundësi që të jemi pjesë e debatit në nivel të Evropës. Ku bëhen diskutime, ku orientohen ulëmtimet, ku orientohen projektet, ku jepen udhëzimet për politikat e Bashkimit Evropian. Unë personalisht kam përcjell konferencën prej vitit 2015 dhe qysh atëherë kam pas këtë dëshirën që është mirë që Kosova të jetë pjesë e këtyre zhvillimeve. Ekzistojnë disa kritere për antarësim natyrisht. Por që fatmirësisht organizata ishte shumë e hapun që Kosova si shtet i pavarur ta ketë statusin, sepse dim që në këtë shoqat është edhe Serbia antare. Por që është menaxhuar si soi që nuk do të kishte rëndësi çfarë mendojnë një shtet i caktuar, por që udhëheqësia e organizatës ishte shumë proaktive që ulëmtueste Kosovës sepse nuk kemi qenë shumë prezent. Kjo për mu është caktimi një standardi për shkencën e edukimit. Okay. Natyrisht ka konferenca gjithandej në për Evropë, ka edhe me kredibilitet, por që ky është një nivel tjetër, do të thotë është një organizim më i madh që ka prapa vetës edhe shoqata shtetërore, të ulëmtuesve që organizohen dhe që kontribuojnë në përcaktimin e agjendës së ulëmtimit në hapat e mëtej. Kështu që ishte një vit i mirë, një gjë që u raportua edhe në raportin e progresit Bashkimit Evropian, që është një arritje e mirë e sistemit arsimit, edhe ne si fakultet, po dhe unë personalisht që kam udhëheq këtë proces, ka qenë e mundshme, por në anën tjetër një satisfaksion i vërtet që po i hapim dyrë që ne jemi pjesë e diskutimit. Për mua nuk ka diçka më mirë se sa të shohim aty që jemi pjesë e vërtetë e Evropës. Do të thotë, kur po flasim për antarësime në familjet evropiane, ne duhet ta dimë që shpejt do t'i kemi edhe këto staza të tjera të antarësimit dhe nuk është vetëm antarësimi politik ajo që e bën të vetëm. Kështu që tash jemi akter të këtij asociacioni dhe që po punojmë që sa më shumë studius tonë të janë pjesë e këtyne rrjeteve, të janë pjesë e konferencës, e që në një farë mënyrë e përcakton edhe standardet se në çfarë niveli ne duhet funksionojmë. Sepse pranimi i prezentimeve, i publikimeve në këtë shoqat që ka edhe revistën e vet, ka libra të ndryshëm që publikon, është një indikacion i cilësisë edhe mendoj që nëse shohim këtë pjesën tonë punës si fakultet, mendoj që edhe kjo është një përcaktim i pritjeve për studiusit tonë se si do duhet veprojnë, në çfarë standardi do duhet veprojnë, por edhe është një inkurajim që ne atje duhet të arrijmë. Do të thonë herët ose vonë, ky është krahasimi dhe standardi që do duhet të arrijmë. E qartë edhe shumë lëvizje e mirë dhe arritje e madhe. Dhe kam po shkojmë drejt fundit, po unë po du me trajtu edhe nashta një prej temave kështu ma të diskutueshme kohët e fundit për ndikimin e inteligjencës artificiale në gjitha fushat, po këtu specifikisht në fushën e arsimit. Sipas juve, spari kisha pas qef me ditë qëndrimin e juaj. A konsideroni që AI duhet më u integru në procesin mësimor, mësimdhënie dhe mësimdhënie si instrument i punës? Natyrisht, ndoshta pyetja si kundërpërgjigje mund të jetë a mund ta injorojmë. Dhe kjo shifet qartë që ne nuk mund ta injorojmë inteligjencën artificiale përkundër brengave që ekzistojnë, përkundër rreziqeve që nganjëherë cilësia e informacionit që sjell mund të jenë valide, por që avancimi i hofshëm edhe përparimi që po shënon natyrisht na sjell para një sfide se ne më shumë duhet mendojmë se si ta përdorim dhe si ta rregullojmë përdorimin e inteligjencës artificiale, më shumë se sa të gjykojmë nëse jemi në gjendje ta injorojmë, sepse kjo tashmë nuk është e mundur, është gjithandej në jetën tonë.
e sa herë që diçka në jetë është prezente, shkolla edhe profesioni i mësuesisë natyrisht që do duhet ta përpunoj. Kështu që përgjigjja është jo, nuk mund të jemi kundër, por që ekzistojnë shumë dilema dhe paqartësi se si është mënyra më e mirë për ta integruar. A keni analizuar ju këtë dilema si fakultet? A keni filluar me trajtu këtë temë brenda fakultetit? Kemi fillu, ne konceptin e digitalizimit natyrisht e kemi avancu në këto vitet e fundit, sepse edhe pa inteligjencë artificiale ishte një trend në rritje edhe një nevojë që digitalizimi të jetë pak më shumë prezent në përgatitjen e mësimdhënësve, por që tash kemi dy iniciativa, e para është të kem një regulativ të brendshme. Gjithandej botës universitetet janë duke u sfiduar me idenë se si ta rregullojmë përdorimin e inteligjencës artificiale. Regulative brendshme për fakultetin. Për fakultetin, për student edhe për stafin, se cilat janë rregullat e përdorimit të inteligjencës artificiale në punimet e studentëve, në detyrat, në prezentimet, dhe cila është mënyra e mirë se çfarë ne mund të përfitojmë, sepse ka shumë çka që mund të përfitohet, ndërsa në strukturën programore tashmë jemi në proceset e akreditimit, reakreditimit, në ato që kemi përfunduar vitin e kaluar, vetëm se kemi shtu si lanë të veçantë përdorimin e inteligjencës artificiale. Pa marrë parasysh nëse mësimdhënësit në shkollë do të kenë mundësinë ose resurset që këto t'i zbatojnë gjitha këto inovacione teknologjike, ne jemi të prirur që kemi përgjegjësinë t'i paraprim këtyne ideve, sepse deri në kohën kur këta mësimdhënës të ri do të integrohen në tregun arsimor, besoj që edhe realiteti në shkollë do të përmirësohet edhe do të kenë këto mundësit ose përballjen me këto koncepte pak më shumë sa që është e mjaftueshme që ne këto t'i trajtojmë tani. Kjo është një prej ndryshimeve që po bëjmë, ndërsa në një kuptim më të përgjithshëm, Fakulteti i Edukimit me këto inovacione që kemi realizuar në kohët e fundit, për mu ka qenë po ashtu një reflektim i asaj se çfarë është e mundshme në realitetin që kem. Idetë dhe vullneti ka ekzistu. Unë vija prej përfundimit studimeve doktoratët në Finland dhe ne dim që Finlanda është një model i mirë i shkollimit të mësimdhënësve dhe kam pas atë ambiciozitetin që pse ne nuk mund të mësojmë ma shumë dhe të zbatojmë, bëjmë inovacione, por që edhe ky koncept e ka, edhe kjo reformë e ka atë elementin e nën sistemeve, janë politikat kadrovike, pra kush janë profesor që punojnë në Fakultetin e Edukimit dhe kemi shumë përparim, fakulteti është hap, kemi shumë kuadro të reja. Tradicionalisht universiteti është pas si universiteti mbyllur, do thotë që është vështirë të hapen pozita të reja. Ne kem kriju mundësi për shumë 3 tanë, që shumë po thënë kuptimin 10 veta, por në tërsinë e stafit akademik kjo është mjaft. Që të na sjellin shkallësitë e reja që kanë bërë prej studimeve jashtë, janë kryesisht 3 tanë që janë shkolluar jashtë. E që kanë sjellë një freski në kuptimin e procesimit të këtyre inovacioneve dhe një mendësi më ndryshe, kisha me thonë. Mandej kemi pjesën e kurikulave, që siç e përmenda, inovacione që po vinë nga tereni, nga realitetin, nga mënyra se si sot është mësimdhënësi i mirë, dhe këto në secilin proces të riakreditimit i kemi analizuar dhe kemi ndryshime dhe përditësime të vazhdueshme të kurikulës. Por që kurikula mendoj edhe ashtu duhet të jetë e krahasueshme me vendet evropiane në bazë të standardeve të akreditimit, nuk dallon shumë prej asaj që mund të merrni në një universitet tjetër në Evropë, më shumë është aspekti i realizimit. Krahas kësaj, kemi arrit ta kemi infrastrukturën shumë moderne. Domethënë kjo ka ardhur kryesisht prej donacioneve të jashtme që kemi gjeneruar si fakultet. Studentët tanë sot kanë mundësinë që të përjetojnë edhe krijimin e materialeve elektronike, edhe redaktimin e materialeve elektronike, edhe simulimin e situatave të ndryshme, është laboratori studio EdTech, është laboratori edukimit për STEM, dhe
kurdo që shkolla është e gatshme me krejt këtë infrastrukturë, mendoj që mësimdhënësit e ardhshëm do të jenë përgatitur ose s'paku nuk do të jenë të pa informuar ose të pa ditur rreth këtyre tema. Elementi i shkencës, vetëm se e diskutuam, do të thotë është po ashtu i rëndësishëm, por që ende nuk kemi mri këtë empiricizmin, që thamë për sistemin përgjithësi, ende nuk kemi mri me thonë që shkenca po e drejton zhvillimin. Ne sot jemi të angazhuar më shumë që ta përmirësojmë cilësinë e publikimeve, cilësinë e shkencës, dhe këto janë ato përpjekjet tona të ndërkombëtarizimit, antarësimin në era, dhe e detyra jonë është që të krijojmë dhe të prodhojmë njohuri të mira. Aktualisht stafi publikon rreth 30 punime brenda vitit në revista të njohura, kredibile, ndërkombëtare, që janë kryesisht rreth tematikave të zhvillimit të arsimit. Por që kjo lidhja mes nesh edhe sistemit të arsimit ende nuk po ekziston, që sa do pak njohuri që po krijojmë, të mundohemi që ato të merren parasysh, apo mungon ajo farë lidhja natyrale që do duhet të ekzistonte shumë. Me keqardhje duhet të them që sikur në sistemin parashkollor edhe tek ne nuk ka pas ndonjë projekt për reformën e përgatitjes së mësimdhënësve. Natyrisht është detyrë jona, si fakultet, si menaxher, si universitet, që t'i bëjmë iniciativat, por që financimi është ai që ka qenë para 10 viteve ose para 20 viteve. Do të thotë, e njëjta që ka ndodhur me kurikulën arsimit paramësuesor, me menaxhimin e profesionit mësuesisë, e njëjta kulturë politikbërjes, zhvillimit të arsimit reflektohet edhe tek ne. Nuk e mendoj që gjithçka varet vetëm prej vullnetit. Do thotë, duhej projekt, nuk po them vetëm në financim, sepse financat e pa strukturuara dhe pa menaxhuara për një qëllim të caktuar nuk do të sjellin shumë dobi, por që po të kishte një projekt të reformës së përgatitjes së mësimdhënësve me një vizion të qartë edhe me një kërkesë të qartë, mendoj që me resurset që do të vendoseshin në dispozicion, do të mund të ecnim shumë herët edhe shumë më shumë se sa që kem që ka ndodhur në vitet e kaluara. Fatmirësisht jemi fakulteti që jemi mjaft aktiv ndërkombëtarisht, edhe kemi shumë fonde të jashtme, dhe kjo po na bën që të bëjmë këto hapat pak më shpejt. Kisha me thonë s'pako më shpejt sa fakultetet tjera në rajon në reformat që po bëhen. Dekan, që shpritet me e transformu rolin e mësimdhënësit inteligjencë artificiale? A mundemi me folë edhe për çit pikë? A ke kështu ndaj perspektivë të së ardhmës së afërt? Po kjo është një hap më tej. Nëse deri tash kem kërku prej mësimdhënësve që mos t'jenë më ai burimi vetëm i informatës. Domethënë po që ta angazhojnë nxënësin në perceptimin. Tashmë kjo është e tejkaluar, do të thotë më nuk është as pjesë e debatit. Shkojmë një hap më tej se si ta përdorim inteligjencën artificiale në punën tonë. Mendoj që është një sfidë shtesë për mësimdhënësit, e që kërkon përkraje shtesë. Mendoj që ka një potencial të jashtëzakonshëm se si përmes kësaj do të mund ta bënim mësimin pak më atraktiv. Si përmes inteligjencës artificiale dhe teknologjisë ta bëjmë mësimin pak më të përshtatshëm për kategoritë e ndryshme të nxënësve. Thotë ka shumë indikacione që kjo mund të jetë e dobishme edhe për fëmijët me vështirësi të caktuara, që do ta bëjë mësimin më të lehtë, më të kapshëm. Ne dimë që ka secili nxënës ka përveç nivelit të ndryshëm intelektual, ka edhe inteligjenca të ndryshme. Dikush mëson më shumë përmes vizuales, dikush përmes vizatimit, dikush përmes dëgjimit. Dhe kjo tash çka na ofron inteligjenca artificiale i krijon dhe i vendos në dispozicion mësimdhënësve që të përdorin në mënyrën e mësimin më të personalizuar. Sepse kam përshtypjen që pak është kriju sikur që është vetëm temar të gatshme. Do thotë kjo është rrezikja, ana tjetër e përdorimit të saj, kur nxënësi merr informatat, punimet, shkrimet i merr pak a shumë të gatshme, dhe kjo e mbyt atë farë angazhimin intelektual që normal secila detyrë do ta kishte. Kështu që do të jetë një sfidë shtesë për mësimdhënësit, por që nëse
menaxhohet dhe planifikohet si duhet, mendoj që mund shndrohet në një përparësi. Edhe që të vendos mësimdhënësit në një pozitë që mësimi të jetë pak më atraktiv brenda klasës, sepse jeta jashtë shkollës është bërë shumë interesante me gjitha këto zhvillime e nxënësit do duhet që s'paku dhe një masë saktuar ta kenë këto edhe brenda klasës. Sa. Dekan ju e përmendet që keni fillu me artimin e një regulative brenda fakultetit, po në anën tjetër me atë se unë kam informacion, Ministria e Arsimit nuk ka ndërmarrë asnjë hap në këtë drejtim. Nëse kjo qëndron, sepse ndoshta keni në informat tjetër, po nëse kjo qëndron që nuk ka në ndërmarrje të ministrisë për me të paktën me dalë me një doracakt të mënyrës së përdorimit brenda shkollës, a konsideron që jemi pak vonë, apo çu e vlerëson këtë pikë? Po pikërisht është një, se me thonë, reflektim i çdo nisme dhe reforme, ma shumë e kem qasjen reaguese se sa proaktive. Por zhvillimi shumë i hofshëm do duhet ishte edhe një alarm për qeverinë, për ministrinë, që përtej manualit edhe udhëzuesit mendoj që do të ketë shumë nevojë për trajnime, për seanca, për ndarje të praktikave të mira, sepse kësaj do të mund ta gjejmë atë rrugtimin tonë se si është mënyra më e mirë për ta shfrytzu këto në përfitim të mësimit të nxënësve. Mësimdhënësit tonë në vlerësimin e fundit të OECD-s, në raportin Tallinn, një numër i madh deklarojnë edhe që kanë një përvojë, kanë një ekspozim. Por që kanë përshtypjen është një thjeshtësim i asaj se çfarë do të mund të ishte vërtet inteligjenca artificiale. Domethënë inteligjenca artificiale shkon përtej ChatGPT. Nuk është vetëm të marrim informacionin, por që është këtë mundësitë e krijimeve që nxënësit mund t'i bëjnë në mënyrën e ideimit të ideve të tyre, në mënyrë të kthimit të ideve në diçka të prekshme, në diçka vizuale, nëse shkojmë përtej kësaj me lidhje edhe me elementet e STEM-it, me lidhje elementin e teknologjisë shkencës, domethënë mundësitë janë të pafund, janë të pakufishme. E këto ne pikërisht i kemi ofruar tash për studentë e ri, do të thotë prej idesë deri në krijim, edhe me elementin e robotikës, edhe kur e shton inteligjencën artificiale, domethënë mësimi mund duket krejt ndryshe nga asaj që ka qenë para 5 vite. Por që edhe ne natyrisht jemi në fazat fillestare, por që me padurim presim që të ndajmë këto praktika me mësimdhënësit, sepse ajo është edhe ideja që edhe mësimdhënësit ekzistues të jenë gjendje të mësojnë prej asaj çfarë po krijojmë ne në fakultet. Një prej punëve që jemi mundu ta avancojmë këto vite është kjo pjesa e tretë e misionit të fakultetit, e që në një mënyrë ose tjetër ka qenë munguar, do të thotë para shumë ka ekzistuar një distancë në mes të asaj shkollimit fillestar edhe realitetit në profesion. Këto vite kem zhvilluar një numër të madh të programeve të zhvillimit profesional, të përfshijë edhe përdorimin e teknologjisë në mësimdhënie, si që janë teknologjia VR, AR, përdorimi i robotikës. Kjo për qëllimin e vetëm që e para diplomumit ton para 10 viteve të jenë gjendje që ta kthejnë atë memorien edhe ta rifreskojnë pak idenë e tyre se çfarë duhet bëjnë në punë, por që edhe neve si institucione që përgatisim mësimdhënës të na mësojnë për sfidat e tyre në realitet, kështu që është një proces i dyanshëm i zhvillimit dhe i mësimit. Dhe jam shumë i lumtur që kemi mrit ta aktivizojmë këtë anën e tretë të misionit, por që na duhet, siç e thash, në këto 2 dimensione na duhet një lidhje pak më organike me politikbërjen. Kur them politikbërjen, kjo vjen prej nivelit të ministrisë deri tek menaxhimi i shkollave, do thotë nuk është ajo politika partijake, por konceptimi i zhvillimeve dhe ideve që do duhet vendosen në shkollë, por që do të jemi insistues edhe proaktiv me gjitha këto aktivitete që kemi, konferencat vjetore, simpoziume që organizojmë, që të bëjmë këto lidhjet në mes të hulumtimit, sado që është ende në pikën fillestare, me zhvillimin në sektorin e arsimit. Ajo çka unë shoh ndoshta edhe si konkludim është që
është vështirë në Kosovë me gjetë një punë analitike ose empiricizëm të çfarë do nisme që është ndërmarrë. Më thonë, nuk e ki mundësinë me thonë kjo politika e licencimit të mësimdhënësve ose centralizimi që i është bë këtij procesi ka ardhur si rezultat i këtyne zhvillimeve, debateve, diskutimeve ose analizave që janë bërë ose ulëmtimeve që janë bërë se çka funksionon në sistemin e arsimit. Njësoj ka qenë edhe me reformat e tjera, sikur reforma kurrikulare, pra është vështirë me ditë edhe çfarë tradite arsimore jemi tu zhvillu. Për mos me hap ndoshta tema shumë tjera, në botë njihen dy tradita arsimore. Është ajo tradita anglo-amerikane që është orientuar në performancë, në standarde specifike për secilën klasë, nxënësi si duhet me arrit këtë edhe atë, sepse na duhet për me punësu sa ma parë në treg. Edhe me zhvillu ekonominë. Kemi traditën e kundër që është ma shumë kënej ka Evropa, por kryesisht e dominuar prej vendeve skandinave, që e ka për fokus qasjen humanoide, ose qasjen njerëzore, si me thonë, fokus është për zhvillimi i individit, i personalitetit njerit, i një individit shëndosh që i shërben shoqërisë ma shumë, por që natyrisht nuk ignoron këto shkallësitë e punësimit, sepse edhe ata do të gjejnë punë, por që nuk është fokusi vetëm se cili fëmijë do të me performu njëjtë, edhe sepse nëse nuk arrin, tregu i punës ka mi përjashtu. Edhe kur i analizon politika tona arsimore, unë gjatë punës që kom bo, nuk kom gjetë ndaj empiricizëm se ç'është kemi ardhur te çto, ose edhe është ende e paqartë se çfarë tradite arsimore po zhvillohen. E kur jashton kësaj trashëgimisë së traditës arsimore që kem pas, ku mësimi është vlera, ku çka thot mësuesi është me rëndësi, ku libri është kurrikula, natyrisht kjo e krijon një farë kompleksiteti që shpesh mësimdhënësit i kemi si vëzhgues ma shumë se sa si akter që drejtojnë zhvillimin ose përcaktojnë orientimin, por që mësimdhënësit, mendoj, janë aktorët kryesor që do të duhet na mësojnë se nga duhet shkoj zhvillimi dhe në anën tjetër është shkenca, sado e pakt që mund tjetë, mendoj që do duhet aktivizohet, që ne do duhet prodhojmë një uri për sistemin tonë arsimor dhe këto do duhet jenë të zbatueshme. Isha të mendu tash në fund për një person që do t'i propozohet Ministria e Arsimit, tash qoftë grua apo burr, edhe po mundona me pa këtë diskutimin edhe atë që ju thoni se sa rëndësi ka kjo pozitë, edhe sa me përgjithësi është dashur me u pranu ose jo ky propozim që mundet me ardhur kujdo. Në qëtë kontekst, jena në një etapë, në një moment ku po pritet me pas një qeveri të re, një minister ose një ministre të re të arsimit. Ju si profesionist, edhe si ekspert i fushës, çka kishit me rekomandu, ndoshta 1, 2 ose 3 politika që duhet me qenë parësore ose prioritare të Ministrisë Arsimit në, po thëmë, 4-5 vitet e ardhshme. Shumë çka u tha, po nëse mundemi me përmbledh cilat do duhet me qenë 3 prioritetet e para. Ndoshta me konkretizu pak a shumë krejt diskutimin që e bëm, e para mendoj edhe uroj që arsimi të jetë vërtet prioritet, sepse trendet e zhvillimit politikave kanë përcjell një farë logjike lineare. Pak ma shumë, edhe këto po flas për 25 vitet e fundit, pak ma shumë e pak ma ndryshe prej asaj që kemi bo herën e kaluar, e shpesh kemi një farë paketimit politikave të njëjta, me disa thjeshtësime. Kisha dasht me pa që do duhet të analizojmë mirë këto supozime tona, që janë nëse kemi profesionalizmin minimal, nëse orientimi i politikave tona është i duhur, sa që nëse po, atëherë mbetet vetëm t'i ofrojmë resurset edhe për krajën e duhur.
E dyta pra është resurset. Financimi në arsim edhe për kundër faktit që me përqindje të brutoproduktit njerëzor nuk qëndrojmë keq. Por kjo nuk është e mjaftueshme për një ekonomi me zhvillim të ulët, siç është Kosova. Dhe nuk është e mjaftueshme për një popullat të re. Kemi shumë nxënës në sistemin e arsimit nëse e krahasojmë me popullatën e përgjithshme. Mbi 80% buxhetit shkon në paga. Kur flasim që pagat nuk janë të duhura, do të thotë kjo na tregon për realitetin. Ka pak fonde për zhvillim, kështu që kisha prit që do të rikonsiderohet kjo çështja e prioritizimit të arsimit dhe do të ketë buxhet specifik për projekte specifike për reformë, jo për mbijetesë. Dhe kur e përcakton këtë mundësi, atëherë edhe pritjet mund t'i kesh të qarta prej sistemit të arsimit, qoftë të përfshi edhe nëse është fjala edhe për përgatitjen fillestare të mësimdhënësve në universitet. E dyta, mendoj që e rekomandoj edhe kisha dashur me pa në këtë periudhën vijuse në 5 vitet e ardhshme, ose nëse jo s'pako në 10, po për ta realizuar këtë duhet përgatitje që shtash në riorganizimin e sistemit. Po, thotë, folëm më herët autonomia e shkollës, kështu si është, mendoj që nuk na mund të kalojmë në një progres të vogël, por që nuk është premtuese që do të arrijmë përparime shumë të mëdha ose transformime me këtë organizim dhe këtë realitet që kemi. E treta është, mendoj, menaxhimi i profesionit të mësuesisë, që me fjalë tjera duhet mendohet nëse këtë fokusi jonë duhet të jetë që në fund do të aplikojnë 50 mësimdhënës për avancim dhe prej tyre do të avancohen 7, 17, 47. Kjo mendoj është jo shumë relevante për tërsinë e problemit. Dhe duhet mendohet nëse ekziston një modalitet ndryshe, për kjo do duhet analizohej me ulëmtime shumë rigoroze. Për të pa vërtet si ndihen ata që janë aktorë kryesorë, ata janë mësimdhënësit. Se mos të është koha që me nda zhvillimin profesional prej licencimit dhe me trajtu si përkraje për mësimdhënësit. Edhe me osiguru që kanë atë përkraje që i duhet. Për marrim shembull inteligjencën artificiale. Nuk mund të presim në një organizatë ndërkombëtare apo akreditohet një program prej ministrisë, po thjesht do të jetë një resurs shtesë, një fond i veçantë ku drejtorët e shkollës mund të ftojnë një ekspert për t'i ofruar një trajnim mësimdhënësve se si do duhet merren me këtë. Për momentin, mënyra se si është organizuar, kjo është mjaft gjatë, mjaft burokratike, centralizuar dhe nuk mrrin tek secili mësimdhënës dhe nuk mrrin në secilin vend të Kosovës. Që kjo është e treta, mendoj rimendimi i menaxhimit të profesionit dhe lidhet me të parën që është autonomia e shtuar dhe mendoj që drejtori duhet të ketë kompetencë të shtuar në përcaktimin e asaj se kush punësohet në shkollë dhe në menaxhimin e performancës së tyre gjatë karrierës. Këto kishin me qenë këto më përfaqësore, ndërsa bazikja që është infrastrukturore, mendoj që mësimdhënësit duhet të kenë më shumë resurse në dispozicion në kuptimin e jo vetëm të teknologjisë, por edhe të krijimit të materialeve. Krijimit materialeve edhe në letër, në mënyrën se si të organizojnë aktivitete pak me angazhim të shtuar të nxënësve, dhe për momentin kjo është më lehtë realizueshme sepse është vetëm thjesht prokurim ose ofrim i fondeve që do të mund të siguroni mësimdhënësit për këto. Po, kur po flasim për autonominë e shkollës, se është një, si me thonë, një bindje e krijuar në opinionin publik që kemi sistem të decentralizuar të arsimit, që është fakti pak statisare të kështu me radhë. Po që shumë po ju kuptoj juve, është që decentralizim ka përfundu tek drejtoritë komunale të arsimit, nuk ka shku dhe tek niveli tek shkolla në këtë rast. Ne prej një ministrie kemi kriju më shumë se 30 ministri. Por që ajo që ka ndodhur është organizimi i drejtorive komunale dhe kapacitetet e tyre nuk kanë ndryshuar prej që janë shtu kompetencat shtesë. Megjithatë, edhe komunat janë udhëhiqen prej të mbruarve politik, drejtoritë komunale të arsimit, ndërsa unë mendoj që një drejtor profesional që shkolla e zgjedh vet, edhe që i ka mundësitë, edhe që natyrisht kujdeset që kjo shkollë tesë përpara,
do të jetë shumë afër mësimdhënësve dhe nxënësve për t'i bërë këto përmirësime se sa një drejtori komunale me 4-5 staf që mund të jetë përgjegjëse për krejt shkollat. Nuk po themi që nuk kanë rol, por që do duhej në këtë reorganizimin që po e sugjeroj, do duhet që të bëhet një ndarje pak më e kujdesshme, sepse në kohën kur është bërë ky reorganizim ka qenë pjesë pak ose ligjeve për pavarësinë e Kosovës. Dhe si e tillë nuk është trajtuar, ndoshta edhe kjo është arsyeja kryesore që nuk është trajtuar, por që do duhet gjenden mënyra për ta delegu përgjegjësinë atje ku vërtet i takon. Mendoj që kjo do të ketë një efekt, por që do duhet mendohet pak me një tranzicion drejt asaj. Nuk e zhvesh kjo shtetin, as komunën, as ministrin nga përgjegjësia. Ekziston mekanizmi inspektimit, i sigurimit cilësisë, i llogaridhënies. Dhe aty do duhet ishin kapacitetet dhe fokusi që të shihet nëse resurset po përdoren si duhet, nëse po shkollat po organizojnë këto aktivitetet e zhvillimit profesional, nëse po përdoren për destinimin e caktuar, edhe nëse po bëhen punësimet edhe monitorimet e përjashtimet sipas legjislacionit edhe të dokumentuara ashtu si duhet. Kisha besu edhe kisha dashur që në 5 vitet e ardhshme të jemi pjesë e këtyre diskutimeve, jo vetëm për faktin që me që s'na boni deri tash kjo mënyrë e funksionimit, hajtë e provojmë tjetrën. Por që unë personalisht kam shumë argumente dhe kam shumë modele dhe ekzistojnë shumë informata, njohuri, shkencë mbrapa kësaj, se andaj do duhet shkoj zhvillimi i arsimit. Kjo është se funksionon. Kanë të falenderoj shumë, definitivisht të falenderoj shumë për kohën, për kontributin që edhe sot, po shpresoj nuk ju me diçka, ka edhe shumë diçka natyrisht, po diçka që ke pas mendje me thane që nuk e folëm, apo përgjithsisht? Nuk kisha menoj që i trajtum secilën për këtyre elementeve kryesore që lidhen me profesionin e mësuesisë, por që nuk deshta në asnjë mënyrë ta abstrahoj rolin e fakultetit. Ne jemi shumë të vetëdijshëm se është një rol shumë esencial. Por që në një rast tjetër mund të flasim më nëllësi për ato se çfarë po shohim se po ndryshon, dhe që për mua personalisht është premtuese që s'paku e dim që jemi në rrugën e duhur. Kjo mjafton për moment. Edhe unë e kam bindjen për juve që jeni në rrugën e duhur. Faleminderit shumë edhe njerë për kohën, për kontributin, për punën që e bën baza ditore bashkë me ekipin atje. Edhe jam i bindën që shumë shpejt, edhe nëse nuk kemi me pas përkrahjen e akterëve ose pikave tjera relevante të këtij sistemi, besoj që kemi me pas paktën disa rezultate të mira prej reformave që ju i keni ndërmarrë tash edhe disa vite në Fakultetin e Edukimit. Faleminderit për ftesën, edhe ishte kënaqësi në këtë. Shumë kënaqësi, ndër të tjera me përmbyll sezonin e parë të podcastit Hap me dekanin Saqipi edhe me temën për mësuesin edhe mësuesin. Dashur me që ky ishte sezoni i parë i podcastit Hap, kënaqësi që ndam kohë bashkë, edhe shpresoj që do të shihemi edhe në sezonin e radhës pas disa kohësh. Ju mirëmbejt që gjitha epizodet e podcastit Hap i gjeni në platformat e rrjeteve sociale të Urban FM dhe të organizatës e teja, dhe natyrisht mos harroni Radio Urban FM 103.5. Mirupafshim.